Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa baraka ala nabihi al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e madh e falenderojmë, prej tij ndihmë, falje, udhëzim, mëshirë kërkojmë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e Allahut azza wa jall, dhe të dashurin e zemrave tona, Muhammedin të birin e Abdullahut sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik, fisnik dhe trima, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë dhe trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, ne edhe më tej vazhdojmë me serialin të cilin e kemi nisur më herët, serialin të cilin e emërtuam Sunnete të harruara, apo thuajse të harruara, ku potencuam se disa prej këtyre suneteve njerëzit i praktikojnë, një pjesë e njerëzve i praktikojnë, e disa sunete të tjera janë lënë të harruara dhe thuajse nuk i praktikojnë përveç se disa individ. Për këtë arsye ne zgjedhëm që ti ngjallim këto sunete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me përkujtimin që ua bëjmë besimtarve rreth këtyre suneteve dhe praktikave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe së pari ja kujtoj vetes, pastaj edhe vëllezërve dhe motrave që ti praktikojnë dhe të kujdesen rreth këtyre suneteve të harruara të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ai ishte një njeri të cilin Allahu azza wa jall e kishte zgjedhur, dhe ishte që Allahu azza wa jall ja mësoi këto sunnete dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i vuri ata në praktik dhe ua mësoi edhe shokëve të tij, pra shokëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ne sot me lejen e Allahut azza wa jall do të vazhdojmë me një sunet tjetër i cili thuaj se është braktisur përveç se nga një grup e vogël e njerëzve. Aja ka të bëje pikërisht me kujdesin dhe të kushtuarit kujdes për përdorimin e misfakut. Misfaku i vëllezër, cili është definicioni i miswakut apo siwakut? Përdorimi i një degëze druri apo një mjeti të ngjashëm me të në gojë për pastrimin e gojës, dhëmbëve dhe për të arritur kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Padyshim se dietarët kanë cek definicione të ndryshme të përdorimit të miswakut apo miswakut, mirëpo ajo që është më e preferuara është ky definicion, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për miswakun: huwa matharatun lil fami mardatun lir rabbi. Tha, është pastrues i gojës dhe arrihet kënaqësia e Allahut azza wa jall, pra e kënaq Allahun azza wa jall. E cila është urtësia e përdorimit të miswakut? Urtësia është se ai është një mjet për pastrimin e gojës dhe dhëmbëve dhe arritjen e kënaqësisë së Allahut azza wa jall. Jo vetëm kaq o ju vëllezër, por nëse doni ta dini se cili është suneti i fundit të cilin e ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ju pyet dikush se cili është suneti i fundit që ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë thuani se ai është miswaku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me ndruar jetë e përdori së fundi herë miswakun, pra i pastroi dhëmbët e tij. Për këtë arsye e vëllezër, thënë dietarët se cila është dispozita e përdorimit të miswakut. Për cila është dispozita e përdorimit të miswakut? A është sunet, a është vajib, obligim apo është fars? Dispozita është se miswaku është sunet të përdoret në çdo kohë, derisa kanë thënë dietarët preferohet edhe për agjëruesin
që të përdor miswak dhe nuk ndikon miswaku apo lëngu i miswakut, të cilin ai e gëlltit gjatë pastrimit të dhëmbëve, nuk e prish agjerimin. Por në disa raste të veçanta, përdorimi i miswakut është edhe më i preferuar. E cilat janë ato raste ku përdorimi i miswakut është edhe më i preferuar? E para, disa dietarë kanë thonë, para se me filluar me abdesin. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli wudu'in. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po të mos ishte friga se do të ju vështirësohej, do t'ju bëhej i rënd ummetit tim, do t'i urdhëroja që ta përdorin miswakun sa herë që ata duan që të marrin abdes. E po mirë, kur me e përdor? A në fillim të abdesit, a duke marr abdes, apo në fund të abdesit? Disa dietarë kanë thonë se preferohet para se me fillu me marr abdes. E disa të tjerë kanë thonë përdore në fund të abdesit. E disa të tjerë kanë thonë se lejohet përdorimi edhe gjatë marrjes së abdesit. Pra, pasi të kesh filluar me abdesin, edhe pse kjo është një praktik më pak e përdorur. Pastaj vëllezër, e dyta kur është më e preferuar në disa raste, siç tham, para se me fal namaz, para se me e marr tekbirin fillestar për me filluar me namaz. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë gjithashtu, sikur mos ishte vështirë për ummetin tim, do t'i urdhëroja me miswak, pra që ta përdorin miswakun çdo herë kur ata dëshirojnë të falin namaz. Pastaj vëllezër, e treta, kur është më e preferuar, para se me hy në shtëpi. Para se me hy në shtëpi, për shkak se kjo ishte prej traditës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç na transmeton Aisha kur u pyet se cila ishte gjëja e parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vepronte pasi hynte në shtëpi, tha ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte miswakun. E Imam Kurtubiu rahimahullahu taala në lidhje me këtë kontekst ka thonë pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht në shtëpi kur hynte, së pari gjëjen e parë që vepronte ishte miswaku. Thot Imam Kurtubiu rahimahullahu taala, thot ka mundësi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur futej në shtëpi fillonte thot me namaz nafile. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot rrallëherë i falte nafilet, namazin vullnetar në xhami. Për këtë arsye thot ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte miswakun. Mirë po kanë thonë disa dietar tjerë, thot ka mundësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte miswakun kur futej në shtëpi, për arsye se thot gjatë kur ishte jashtë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fliste me njerëzit, ka mundësi që atij i ndryshohej era e gojës së tij, dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte që ta pastron gojën e tij kur të futej në shtëpi, se pastaj do të takohej me bashkëshortet e tija, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej moralit të tij të lartë e kishte që të sillej mirë me gratë e tij dhe donte që të takohej me ato në formën më të mirë dhe më të pastër, dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte miswakun pasi të futej në shtëpi. Dhe kjo e dyta është ajo më e kompletuara dhe më e preferuara dhe mendimi më i vërtet se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdorte miswakun kur futej në shtëpi. Po ju vëllezër, thot Imam Sanani rahimahullahu taala në librin e tij Subulus Salam, thot për Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala, i cili thot qala fil Badr al Munir, thot në librin e tij Al Badr al Munir, thot kad dhukira fi siwaki ziyadatan ala 100 hadith. Thot për miswakun, përdorimin e miswakut kanë ardhur më shumë se 100 hadithe. Fa wa ajaban li sunnatin ta'ti fiha al ahadith al kathira thumma yuhmiluha kathirun min an nas. Thot sa e çuditshme është çështja e njerëzve.
kanë ardhur për përdorimin e miswakut, pra për këtë sunet, kanë ardhur më shumë se 100 hadithe dhe pastaj i gjen njerëzit të neglizhent dhe nuk e përdorin miswakun. Bel kathirun min al fuqaha, derisa thot, jo vetëm që njerëzit e thjesht, njerëzit që janë më pak të ditur, që e neglizhojnë këtë sunet, mirë po shumë edhe për njerëzve të ditur, thot, prej fuqahave. Edhe ata e kanë lënë përdorimin e miswakut, fa hadhihi khaybatun azime, dhe kjo me të vërtet thot është një dështim i madh. Pastaj vëllezër, pika e katërt, kur është më e preferueshme që të përdoret miswaku para leximit të Kur'anit. Para se me lexu fjalën e Allahut azza wa jall, preferohet që ne t'i pastrojmë dhëmbët tona. Pastaj e pesta ju vëllezër, kur zgjohemi nga xhumi. Për shkak se kjo është edhe sunet i vërtetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili gjërën e parë që vepronte pasi të zgjohej nga xhumi ishte përdorimi i miswakut. Pastaj vëllezër, pika tjetër, para se me hy në xhami. Para se me hy në xhami. Pastaj tjetra, me çdo 2 rekateve gjatë namazit të natës. Kur falim namaz natë, me çdo 2 rekateve preferohet që të pastrohen dhëmbët me miswak. Pastaj e nënta, pika e nëntë, para se me flet. Para se me flet, preferohet që muslimani t'i pastron dhëmbët e tij me miswak. E 10-ta, ditën e xuma. E 11-ta, pas namazit të vitrit, preferohet që me e përdor miswakun. Dhe e 12-ta, pas ngrënjes së syfyrit. Pas ngrënjes së syfyrit. Ne e dim se gojës ka mundësi që t'i ndrohet era, dhe janë në disa raste. Kur gojës, pse preferohet përdorimi i miswakut? Kanë thonë dietarët për shkak se gojës ka mundësi të i ndrohet era, pra t'i bjen erë e keqe. Pse i ndrohet gojës era? Kanë thonë dietarët, kanë përmend disa shkaqe, nga ushqimi, nga pija, e sidomos ata të cilët disa pije të cilat përndajnë materie të yndyrshme, thot heshtja e gjatë apo folja shumë. Kur njeriu flet shumë, gjithashtu ka mundësi që ti ndrohet ati aroma e gojës së tij, pra ti vjen erë e keqe. Pika tjetër që është me rëndësi, a duhet që miswaku të jetë nga një degëze druri specifike i veçantë, apo mjafton mundet nga çdo degëze druri që i përngjan miswakut? Mundet të jetë nga çdo degë, nuk është patjetër që të jetë nga një degëz druri e veçantë. Mirë po atë që preferonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prej drurit, prej degëzes, prej drurit dhe një degëze e cila quhej arak, prej drurit arak, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjiste as mos të ishte shumë e thatë, po as mos të ishte shumë e butë. Mos të ishte shumë e thatë që mos ta dëmton nofullën e tij, dhe mos të jetë shumë i butë, nga se nëse është shumë i butë, atëherë nuk ka mundësi që ti pastron dhe ti largon ndyrsyrat nga dhëmbët, që ti largon gjërat e ndyta, pra ushqimin e mbetur nga dhëmbët. Kur është shumë i butë, nuk ka mundësi që ti largon papastërtit prej gojës dhe prej dhëmbëve. A mund të përdoren furçat e kohës së sodit në vend të miswakut? Furçat, të cilat na i lajm dhëmbët ditë për ditë, a mund ata zaventojnë miswakun? Kanë thënë dietarët po. Jo vetëm kaq, bile kanë shkuar edhe më larg. Kanë thënë dietarët se njeriu mundet ta përdor edhe gishtin e tij në vend të miswakut, nëse nuk gjen miswak apo nuk gjen furç. Për shkak se kjo ka ardhur në hadithin e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kur e shpjegon formën e abdesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse nuk gjente miswak, e përdorte gishtin e tij. Mirë po disa dietarë e kanë kufizuar këtë dhe kanë thonë nëse gishti e ka lëkurën e vrasht, atëherës lejohet përdorimi i tij, nëse jo, kanë thonë nuk lejohet përdorimi i gishtit në vend të miswakut. Mirë po disa të tjerë kanë thonë se lejohet, dhe lejohet gjithashtu edhe gjëra të tjera të ngjashme të cilët mundet t'i përdor njeriu, sikurse disa mindila, disa fasuleta, të cilat mund të jenë pak më të vrashta dhe mund t'i përdor për pastrimin e dhëmbave.
Pika tjetër e cila është me rëndësi, me cilën dorë duhet ta përdorim miswakun? A me dorën e majt apo me dorën e djathtë? Këtu dietarët kanë ndryshuar mendime. Disa kanë thonë me dorën e djathtë, disa kanë thonë me dorën e majt. Mirë pa e mendimi mesatar cili është? Kanë thonë dietarët se nëse ka për qëllim pastrimin e dhëmbëve nga ndyrsirat, nga papastërtit apo nga mbetjet e ushqimit, atëherë e përdor miswakun me cilën dorë? Me dorën e majt. A nëse e përdor për sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse kur don me fal namaz dhe e përdor miswakun, atëherë kanë thonë dietarët e përdor me dorën e djathtë, e mban, domethënë miswakun. Disa edukata gjatë përdorimit të miswakut. Edukata gjatë përdorimit të miswakut. E para, miswaku duhet të pastrohet. Pasi të përfundosh larjen e dhëmbjeve me miswak, ke kujdes vlla, duhet miswaku të pastrohet, të lahet, të kujdesesh për të, mos ta lësh atë në gjendje siç i pastron dhëmbët, ashtu e fut në xhep, për shkak se ka mundësi të mbesin nga papastërtit e ushqimit dhe siç thot Ibn Uthaymini, pastaj kur e përdor në vend që me i pastru vetëm se u ashton dhëmbëve fullëqësinë dhe aty mbesin edhe bakterie dhe kështu që ka mundësi të dëmtohesh në shëndetin tënd. E para, e dyta, mos t'i pshtyje mbeturinat e miswakut para njerëzve. Ne dim se ka disa lloje të miswakut, disa degza, shpërqendrohen dhe hapen dhe dalin disa fije prej atyre druve dhe mbesin në dhëmb, e këta shka bëjnë gjithkohës para njerëzve apo edhe në xhami. Kjo nuk preferohet. Pra të ketë kujdes mos t'i pshtyjnë mbeturinat të dhëmbave të miswakut para njerëzve. Kjo është prej e edukatës. E sidomos kur është në xhami, kanë thonë dietarët. Të ketë kujdes për shkak se është në shtëpinë e Zotit dhe ajo duhet të ruhen nga papastërtitë dhe nga fllëcirat. E treta, ta zgjedhësh kohën dhe vendin për përdorimin e miswakut. Kur e ka për qëllim sidomos për pastrimin nga mbetjet e ushqimit. Pra me zgjedh kohën dhe me zgjedh vendin. Sidomos kur e pastron dhëmbët nga mbetjet e ushqimit. E dietarët kanë thonë se nëse i pastron dhëmbët për mbetjet e ushqimit në xhami, kjo është ala ma e urrëtur. Kanë thonë, ama nuk është e urrëtur ta përdore para namazit, për me praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë se nëse mos ishte vështirë për umetin tim, do t'i urdhroja me miswak para çdo namazi, para se me fal namazin. Dhe e katërta, edukata e katërt, mos të nxjerr zë kur i pastron dhëmbët para njerëzve. Mos të nxjerr zë kur i pastron dhëmbët. Ka disa kur i pastrojnë dhëmbën nxjerrin zë. E para njerëzve kjo nuk është e preferuar. Pastaj o vëllezër, pika e fundit në lidhje me miswakun, a është sunet vetëm për burrat miswaku përdorimi apo është edhe për gratë? Sunet është për të dyja gjinit, edhe për burrat, edhe për gratë, për shkak se e kanë përdorur miswakun edhe bashortet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj o vëllezër, keni kujdes, pra mirë është që të filloni ta praktikoni këtë sunet, i cili është thuajse është harruar edhe nga besimtarët. Ne e dim, tham se lejohet edhe përdorimi i furçave, mirë po mirë është që ta ngjallim këtë sunet dhe të përdoret edhe miswaku, që mos të harrohet dhe mos të vjetrohet ky sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mesin ton. Ibnul Qayyimi dhe për fund thot, duhet të ketë kujdes, thot, të jetë mesatar në përdorimin e miswakut. Mos ta tepron në përdorimin e miswakut. Ka se nëse e përdor tepër, e tepron me miswakun, thot, ka mundësi që t'ja humbe ndriqimin dhe forcinë dhëmbëve. Dhe me kët kur t'ja humbe ndriqimin dhe forcinë dhëmbëve, thot, i bën ata që te ata të ngjiten më kollaj, thot, erat e këqija të cilat dalin prej lukthit dhe ndyrsirat. Nëse e përdor me mesatari, thot, dhëmbët pastrohen dhe i forcohen rrënjët dhe gjuha fol më mirë dhe i letohet e folura dhe
e mbron nga prishja e dhëmbëve, dhe kështu thot pastrohet derisa arrin dobia e miswakut, thot pastrohet edhe truri dhe i shtohet apetiti. I shtohet apetiti i të ngrënurit të ushqimit. Këto janë disa dobi të cilat i përmend Ibnul Qayyim rahimahullahu taala në librin Zadul Ma'ad. Allahu azza wa jalla na bëft të kujdesshëm ndaj sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe në dersin e ardhshëm do të vazhdojmë me sunetet të harruara në lidhje me ezanin, thirrjen për namaz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.